Ndërsa data 2 janar është ditë pushimi në tregun e frutave perimeve të lagjes Partizani në qytetin e Shkodrës, nuk kanë munguar tregtarët që kanë nisur aktivitetin e tyre për këtë vit. Ata shprehen se pavarësisht ditëve të festave të vitit të ri, qytetarët kanë nevojë për shërbimin e tregut, ndërsa këta të fundit e vlerësojnë pozitivisht rikthimin në punë të tregtarëve. S'kan bë mirë. Shërbimi do të kohën, se do të blehet. Ku më blev? Mëlla? Jo, s'ka komplet. Pra mëna që ta kanë bërë shumë mirë. Ju lumë bele që kanë ardhë me shërbim popullit. Dyqanet dhe të rrinë të në kohën të hapna. Sa këfesa është po? E dehet? Gëzuar vitin e ri kanë bërë shumë mirë se punojnë për bugojet. Kush del me punu mirë punë? Shumë mirë më kanë bërë që kanë dollë. Du me punu, do me hangër për ditë. Ai që ka nevoj, bleni që s'ka nevoj, rrinë shpi. Ndërkohë që në tregun e frutave perimeve të lagjes Partizani, data 2 janar shënon fillimin e rikthimit të gjallërisë dhe aktivitetit për vitin 2026, e kundërta mund të thuhet për tregun e Zdrales me përjashtim të 2 tregtarëve. Në këtë tregë gjithçka ishte ende në gjendjen e sistemuar, ashtu siç ishte lënë pas ditën e datës 31 dhjetor të vitit që sapo u mbyll.